Konklava për zgjedhjen e papës së ri nis sot me një sër ngjarjesh të rëndësishme që shënojnë fillimin e procesit. Dita u hap me meshën pro eligendo pontifik në orën 10 të mëngjesit, gjatë së cilës kardinalët u mblodhën për të lutur për udhëtim hyjnor për zgjedhjen e pasardhësit të Franceskut. Pas meshës 133 kardinalët përgatiten të hyjnë në kapelën Paulin në orën 16:15 të pasdites. Kardinalët e ritit latin do të veshin mantelin e kuq me brez, mbulesën e supeve, të mbajnë kryq në kraharor me kordon të kuq dhe ari, unaz dhe kapuçët e vegjël, mbi të cilat do të kenë veshur kapele tipike të kardinalëve, ndërkohë kardinalët e kishave të lindjes do të veshin veshje të parashikuara nga ritet e tyre. Nga kapela e Shëmpalit, zgjedhësi do të shkojnë në procesion për në kapelën Sistine duke kënduar himnin Veni Creator Spiritus për të thirrur zbritjen e Shpirtit të Shenjtë. Pasi të gjithë kardinalët të kenë hyrë në kapel, mjeshtri i kremtimeve liturgjike, imzot Diego Ravelli, do të shpall extra omnes, që do të thotë të gjithë jashtë dhe të gjithë njerëzit që nuk marrin pjesë në konklav do të largohen. Votimi do të nisë me një herë pas kësaj. Tymi i parë pritet të dalë jo më herët se ora 19 e mbrëmjes. Kuorumi për të zgjedhur papën e 267 është 89 vota. Konklava do të drejtohet nga kardinali Pietro Parolin, në mungesë të dekanit kardinal re, i cili është 91 vjeç. Parolin do t'i pyes të gjithë kardinalët nëse mund të vazhdohet me njëherë me votimin e parë, ose nëse është ende e nevojshme të sqarohen dyshime në lidhje me normat dhe metodat e vendosura. Dita e sotme do t'jetë dita e tymit të parë, i cili përveç ndonjë surprize të minutës së fundit, me gjas pritet të jetë i zi dhe do të shërbejë për të testuar orientimet e kolegjit të kardinalëve. Kjo do të jetë një konklav ku përkatësia gjeografike e kardinalëve është më e shpërndara nga të gjitha konklavat në histori. Parashikimet për kozgjatjen janë të vështira, por dy konklavat e fundit, ajo e vitit 2005 dhe 2013, kanë zgjedhur papën e ri në ditën e tyre të dytë. Kushtetuta apostolike parashikon 2 votime paradite dhe 2 votime pasdite.